Ne jemi në këtë rrugë për të folur për shtetin. Po, ne nuk jemi këtu për pushtetin. Ne jemi për të ndërtuar shtetin. Sepse shteti është garancia më e madhe e secilit prej jush për të pasur një jetë më të mirë, për të pasur fëmijët këtu, për të pasur ilaçe kur ka nevojë, për të pasur punë kur duhet të punoj, për të pasur kujdes dhe pension të mirë kur t'i vi mosha për të shkuar në vjeshtën e jetës së tij. Ju kërkoj të na mbështesni, sepse kjo që po bëjmë është një nevojë kombëtare. Kjo që po bëjmë është një betejë për ta kthyer Shqipërinë në rrugën e dur, sepse vendi, nëse në 11 maj sërish triumfon e vjetra, do të shpopullohet edhe më shumë, pasi shpresa do të jetë vrarë përfundimisht. E kërkojmë nga ju të na jepni besim, të na jepni një mundësi të tregojmë se kjo që ka ndodhur ka qenë pa drejtësi, se kjo që ka ndodhur mund të zhbëhet, se kjo që ka ndodhur ka qenë një fatkeqësi dhe një ëndër e keqe që ne duhet t'i japim fund.